Pas daljes nga ferma VIP, Andrea u rikthye pranë familjes së tij në Itali. Ai ndau në rrjetet sociale disa pamje ku shihej se pufte dhe përqafonte dy vajzat e tij. Më pas ai ka zhvilluar një bisedë me fansat dhe ndjekësit e tij në Instagram. Çfarë ju ka pëlqyer dhe çfarë jo nga unë në fermë, i ka pyetur Andrea ndjekësit e tij. Të kishe pritur të hyjë në Big, se ferma është program i dështuar fatkeqësisht, i ka shkruar njëri prej tyre. Të dyja formatet kanë vlerën e vet, varet se si i menaxhon. Ferma ka vlerën e vet dhe përcjell një mesazh të bukur, atë kundër përçmimit të jetës në fshat. Jeta në fermë është e lodhshme, por e bukur. Dështimet e formateve si ferma VIP apo Big Brother fillojnë nga momenti që nuk fitohen nga zgjedhja e publikut. Një gjë ta keni të sigurt, publiku nuk habar, i është përgjigjur Andrea.